Profesor, si e? Si e love? Profesori e ti, unë. Profesor jemi gjithë, veç ata që dalin atje nuk janë profesorë. Qa deshe nga unë? Unë thjesht doja me të pyet tani se kam dëgjuar disa gjëra që nuk e di. A jemi ne mirë, domethënë si jemi ne mirë apo s'jam mirë ata që thonë këto gjëra të tjera? Sipas statistikave të Instatit thotë që 55% të shqiptarëve jetojnë në varfëri ekstreme. Ministri i Ekonomisë nesër në orën 10 dilë në protest atje me lëvizjen bashkë për para parlamentit. Ti bashkë me shokët e tjerë. Ju jeni televizja bashkë? Në asë një vënd s'jam unë. Kush bën thirrje do shkoj. Në kuptove? Po të bëni thirrje për pas nesër, do vish je i lirë? Po pa tjetër. Për çfarë do të protestojnë pas nesër? Ti e di. Po këta për çfarë protestojnë ta? Ta për pensionet edhe minimumin jetik. Po. A jemi ne të varfër ne? Të varfër jemi. Qa jemi kodë? Të varfër jemi. Jemi të varfër ne? Të varfër po rrim në për klube. Jemi dëmbere se rrim në për klube, shohim kështu. Hajt braj, për ku e keni? Te Pisku, kanali Pisk. Ç'është ajo Pisk? Pisk, siç është puna Pisk. A është puna Pisk apo? Si mendon, është puna Pisk në Shqipëri? Rrjete sociale apo po në YouTube, A mirë. Mirë valla. Kaq. Po për këtë për krimin që po ndodh, 4 veta, 5 veta brenda pakorve që kanë ikë për lesh njerëzit. Kanë ikë për lesh, a? Ju ka ikë lëviz truri. Po kush e ka kush është ai shqetësimi, ai problemi domethënë? Si mendon, ç'a ka ndodhur më? Ç'a do të them unë gjë konkrete ty? Konkrete, si shef për shembull, djali 25 vjeç vret babain e tij. Një kuzhinier vret kolegun e tij. Një tjetër për një shërbim se si paguajti biletën në shëtitje skalit vrau tjetër. Edhe krimi vjen nga truri, apo jo? Po lëvizi truri. Ka lëviz truri. Njerëzit janë bërë flasin me vete, nga do që shkojnë. Kupton? Flasë me vete? Po më mirë flasësh me vete, po të vrasësh dikë? Po do vrasësh dikë, do ta vrasësh. Po shëp gjithë padrejtësitë që bëhen e ku di unë më thash. Në çdo aspekt jetës, në arsim, në shëndetësi, në gjykata, në prokurorira. Domethënë gjithçka është mbrapsht. Gjithë se kush lufton për xhepin e tij. Më kupton? A ka korrupsion në Shqipëri? Po sa duash. Korrupsion edhe ty, nuk e di. Edhe ti po t'jesh në vend të këtyre do bëje korrupsion. A thua? Po ku pëmër burr? Ku pëmër? Jemi të gatuar ne. Po ju do bëni të? Po sigurisht do bëj. Mirë. Nesër? Apo pas nesër? Nesër në orën 10 aty. Pas nesër në orën 10 ka ajo që ka mund. Pisk. Para parlamentit, aty është Pisk. Me Arlind Qori. Aty është Pisk puna.